Me këdo, dakord, dërknia s'ka kufin, vitet 90, mas vitet 90, ishte, si me thonë, kishte familje ose femna që zote, u martu vajza filanit me një italian. Dhe me thonë, ishte një gja madhe, a thu se italiani ishte në Kanari e madhe. Pse? Pse shkote atje në Itali, kishte i fije buk ma mirë me hangër, ose merdi pa dokumente i sëgjorë në që në Kanada, edhe ishte një gja madhe, martu vajza me Zvicerian. Tjena sinqertë edhe jeshtë, ato janë motrat tona, vajzat tona, kanë kene janë, po i dolme nga një sistemi kalbo, një sistemi poshtën, që la kishte shkatru komplet moralisht karakter, gjithë të gjanë, dhe me thonë, edhe rëshitem në disa situata, si shoshni rëshitem, nga fukraleko, nga mas njohja, sepse edhe një diqa tjetër, ne i kena vlerësu të hujt, ku shishim një të hujt, në duke se me pa një shenjt, se me pa një profet, shive kënë për Norvegjiet, së të kuptojmë mërë, na jena që jena të barabar me ta në botën, po jena matë mirë, se shumë shtetet tjera, njerëz dhe raca tjera. Me këdo, dakord, dërknia s'ka kufin, dërknia s'pyt për raca, pranohat e ajo. Bjen dashni, ku bjen dashni të hupin gjyrat, hup shia, hup gjithë. Shumica disa dhe funksionon, por edhe herë kjo erdhi si pasoj e tranzicionit politik, ekonomik, moral që kaloj Shqipnia edhe sot shqiptarët po e kalojnë.